Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 552, betejë e Taginaes, forcat bizantine nën generalin Narses mundin ostrogotët në Itali. Gjatë betejës mbreti Totila plagoset për vdekje. 1643, ndroi jetë Frank Bardhi, i peshk, shkrimtar, leksikograf, folklorist dhe etnograf shqiptar. Ishte shkruesi i parë një fjalori për gjuhën shqipe. 1862, Rusi themelohet Biblioteka e Shtetit. Në 1925 kompleksi u riemërua Biblioteka e Bashkimit Sovjetik Lenini. 1884 ndron jetë në moshën 64 vjeçare Ellen Pinkerton. Pinkerton ishte një detektiv dhe spion skocezo-amerikan, më i njohur për krijimin e agjencisë kombëtare të detektivëve Pinkerton. 1908, SOS është adoptuar si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar SOS shkruhet me një rresht për të treguar që ekuivalentët e kodit Morse për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuencë pa ndërprer prej 3 pikash, 3 vija, 3 pika pa hapësira midis shkronjave. SOS nënkupton, shpëtoni shpirtrat tanë. 1921, themelohet Partia Komuniste e Kinës nga Chen Duxiu dhe Li Dazhao në konvencionin francez të Shangajit. 1923, Parlamenti kanadez pezullon emigracionin nga Kina. 1934, ndroi jetë Sulejman Starova, u lind në Korçë në vitin 1874, bankieri të njohur në vitin 1921, ju dha portofoli ministrit të financave në qeverinë Kosturi. 1957 fillon zyrtarisht viti ndërkombëtar i gjeofizikës. Viti ndërkombëtar i gjeofizikës ishte një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati nga një korriku 1957 deri më 31 dhjetor 1958. 1963, SBA vendoset kodi ZIP në adresë për të ndihmuar shërbimin postar. 1963, qeveria britanike pranon se ish diplomati i saj, Harold Adrian Russell Kim Philby, kishte vepruar si agent sovjetik. Dezertimi i tij në Bashkimin Sovjetik në janar 1963 ishte një prej momenteve më dramatike të luftës së ftohtë. 1967, krijohet Komuniteti Evropian nga një integrim i tregut të përbashkët evropian, Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut dhe Komisionit Evropian të Energjisë Atomike. 1967, kanadezët festuan 100 vjetorin e aktit britanik të Amerikës së Veriut, i cili e shpalli Kanadan, zyrtarisht shtet federal. 1968, programi Phoenix i CIA-s krijohet zyrtarisht për t'u përgjigjur gjendjes në Vietnam. 1991, Pakti i Varshavës shpërbëhet zyrtarisht gjatë një takimi në Prag, mbajtur këtë ditë. 1991, Stjepan Mesić, pas një muaji vonesë u zgjodh kryetari i kryesisë së Jugosllavisë. 1997, Kina rimerr sovranitetin mbi qytetin shtet Hong Kong, duke dhënë fund sundimit kolonial britanik 156 vjeçar. 2002, krijohet gjykata ndërkombëtare penale për të ndjekur individ nën akuza për genocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime agresioni. 2004, aktori famshëm amerikan Marlon Brando, laureati dyfisht i çmimeve Oscar për rolet protagoniste në filmat Mbi Dog, On the Waterfront dhe Kumbari, The Godfather, u shua në moshën 80 vjeçare. 2007, pirja e duhanit në Angli dalohet në të gjitha hapësirat e brendshme publike. 2013, Kroacia bëhet vendi 28 i Bashkimit Evropian. 2024, mëngjesin e një korrikut, kolosi i letrave shqipe, Ismail Kadere, shkrimtari MNZ shqiptar, brenda jashtë kufive të Shqipërisë, u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare në banesën e tij në Tiranë. Shkrimtari i madh e ngjiti letërsinë në majet e kulturës botërore.